Edhe pse kanë mbetur për të numëruar rreth 8.000 vota nga diaspora, ndarja mandateve në qarkun e Korçës mbetet e pandryshuar. Mandati i 4 për Partinë Demokratike, që aktualisht mbahet nga Fidel Kreka, vazhdon të jetë i sigurt, pasi rezultati i deritanishëm nuk ka sjell lëvizje në renditje. Kreka ka grumbulluar 6.200 vota nga votuesit e Juglindjes, duke ruajtur një avantazh të qartë ndaj rivalëve të tij në garë. Ndërkohë, nga ana e Partisë Socialiste, konkurenca mes dy kandidatëve kryesor, Besa Spau dhe Enizake, mbetet shumë e ngushtë. Në tavolinë e votave të numëruara deri më tani nga diaspora, rreth 11.000, të dyja kanë marrë të njëjtin numër votash, çka lë të pandryshuar diferencën prej 450 votash që Besa Spau ka krijuar ndaj Zakes në zgjedhjet e 11 majit. Me pjesën më të madhe të votave të diasporës tashmë të numëruara, gjasat për ndryshime të mëdha në renditje apo shpërndarjen e mandateve janë gjithnjë dhe më të vogla.